se kam të ditën me telefona dhe me mesazhe, janë tëra të mesazhe përrezuar, e ty tani kam detyrim që t'ja u shpjegoj të paktën, pa dëgjuar të unë i bë transparent e çdo gjë. Sot në mëngjes dhjetë e gjysma, nuk e di sa që ora. Sot në mëngjes më bie telefoni, në WhatsApp më bie telefoni. Shikoj, ishte Niko Peleshi. E hap. Eri çfarë bën? Hiqi thash. Ku je? Në shtëpi. Foli pak në çik ti miku tim. Marr telefonin unë edhe në vesh. E më thotë, e më vrenon, si të kam? Mbeta unë ca sekonda. Normal, e ke parasysh se njeriu mbeta, thash, ore jam unë, çfarë bëj? Tha, jam simpatizant, po fola 7 minuta, ore, po këto që mbaj mend në përgjithësi. Jam simpatizanti i videove tende, tha. Tash unë e shaj atë nga familja, është pas prap simpatizant. Nuk e di, domethënë. Gjithsesi, jam simpatizanti, më foli sikur më kishim shok për 30 vitësh. Ndoshta kanë këtë aftësi këta, politikanët, kanë një aftësi. Kupton o va, nuk e di. Tha, tha, me avash, dhe më rëzosh atë, se jam live. Se jam live. Edhe më, leri këtu, se jam live, leri këtu. Si me? Se më dhe më zora dhe mora ca oki, jam marë. Mora ca oki. Edhe... Po, sinqerisht, unë jam tip që nuk kam emocion. Jo emocion, po më zuri një, shkru trullosa, sikur, nuk e di, nese, se ta që kupton, no, sa do, të flasë me kryeministrin, e kupton? Më tha, Vrenos, tha, unë jam në Pogradec. Për pak vi në Korç. Tha. Dhe dua të pi një kafe, tha, në privatësi. Pa kamera, pa gjë, tha, të dy bashkë. E ishta unë të sekonda. I thash unë nuk bëhet. Po jo, tha se, po nuk bëhet, i thash. I thash, do me thënë, unë, me që po më fton kryeministri, i thash, për një kafe, e vlerësoj. E më mos fillot të talës, tha. Po jo, me thash, e vlerësoj. Po unë nuk pi kafe në përkëshu, thë. Unë jam qytetari, thash, dhe dera ime është e hapur, i thash, e shtëpisë. Jashtë nuk pi unë kafe. Tha, dëgjoj, tha, unë në shtëpi nuk të vi tani, tha, do të vi pas 11 majt. Unë thash, ti theshta pas 11 majt do të shpim në pejsa. Tha, po, e kam dëshirë, tha, të vish dhe në pokasti im. Pokasti në kjo. Jo, i thash, unë nuk u munde.
më tha dhe këte. Më tha dëgjo, më tha mua. Dëgjo, më tha mua. Në qoftë se ti do ishe nga ana tonë, tha, nga anë e majtë, tha, do të kisha futur në listën e mbyllur. E unë qesha, në listën e mbyllur në Korçë, unë qesha, e thash, ore, po ku kam shkollun për deputeto? Për deputet. Tha, se mos kanë këta, tha, shkollë më shumë, tha, sidomos a ju në Albati, tha, i Bilishtit. Ti më tha, je shumë më lartë se ata. Nese më bëri komplimente e gjera kështu, po nuk e di, jam shastisur të më flisë se kur më kishte shok. Nuk e di, do me tani, kupton. Kam 12 vit që e shaj në për video në për shumë, por kuptova këtë gjë, që desa trokiti në dritarin e Vrenozit, ata po ndin diçka, kanë frikë. Pra ndaj në Korçë çfarë të bëj, për shembull në Vlorë bëri me ato çupat e në Korçë kush është unë? Në Korçë është Vrenozi, opozitari. Dhe opozitari e refuzovi Vrenozi. Do thuash ti, po këta shokët, pastaj më mori një gazetar, ai gazetari e hodhi në një ashtu, pastaj më mori një gazetar, më tha, nese, po disa shokë që janë, ben shaka, po ti budolla je. Po shiko, po unë jam, po unë një jetë kështu jam, unë, prandaj kam, edhe unë kështu i thash, unë jam i li Venozi, i thish, ky jam. Unë i kam dyet akoma Petëve Roxhës, nuk jam unë, s'bem të ta servil, as me këta tanët, ore. As me këta tanët, s'bem kur. Mos flas mund tash mos them, kupton? Gjithsesi se për shembull, se më tha njëri këtu, frikë kishe ti, frikë. Ore, imagjinoni ju tani, kupton? Se thaj pa kamera një kafe, imagjinoni ju tani të ditë statusi aty, Edi Rama, jam në Korçë, po pi kafe me Vrenozin. Hajde, biri nënës. E kupton ti apo jo? E kupton çfarë bëhesh? E mbylli Rama për 1 minutë në Gjonin qik. Për 1 minutë kush më merr. Gjeni kush më merr pas 1 minute. Jo ata që ju kam thënë. Pas 1 minute që më mori Rama, e mbylla bisedën me Ramën, pas 1 minute më merr një njeri tjetër. Gjeni kush më mori pas Edi Ramën. Kush më ka marrë në telefon pas Edi Ramës, e gjeni dot? Pas Edi Ramës, më vin telefoni, lexoj aty vetëm Gjergj, lart. Se mora veç fare. Alo, kush je? O Vrenoz, o i masë. Kush je? Gjergj Luca, tha. Po miroj, thash unë. Niko Peleshi mori. Edi Rama mori, tani Gjergj Luca. Ç'po bëni kështu, i thash. Dëgjon ti. I madh, tha, je gjigant, më tha mua. Të dua fort. Jam me një shok, më tha mua. Na folin qik. Jam me një shok, tha, na foli pak. Më tha Gjergj Luca. Me kë shok i thash një, na foli, thënë, kush je? Ishte Syçi, i lidh dhe Maliaj. Që ta mendonja unë sot, e shtunë, të më vinin, nuk e di, se di që ndosë, se di. Unë jam akoma i shokuar, ore, që në mëngjes, për zot, të marë, të flasësh me Niko Peleshin, me Edi Ramën, Gjergj Lucën dhe në fund me Syçin, me Ilir dhe Maliaj. Ilir dhe Maliaj fillovi
tha, Ilir, tha, ne jemi, tha, shpit rebela, je rebel si mua dhe unë jam demokrat, po mos dëgjo këta, unë jam demokratorëve të para, një në titër, do bem një podcast. Ka ma prin podcast a japa, ta bem, tha, ti, unë edhe Luca, të vim, tha, në shtëpi, të marrim, të vem, të bem një podcast, joj, thash, më seshe mundur. Po në kaq gjë kupto, nuk e di. Se jo, ore njeriu, ka shumë njerëz, shumë shok që më flasin me shpirt e tamam, shumë shok që, ore lidh, ore polero kishe mundësi, polero se këta këshu, po unë nuk e bi dot, më vla. Nuk e bi dot, se, ore, këta më thonë, ke mundësi të punëson fëmijët e të bësh. Po nuk e bi dot, më vla, unë vdes, unë mund të shmendem nga stresi, mund të shmendem, kur unë kam mira njerëz që miq e që më ndjekin e që më, dhe unë tani nuk shgënje dot. Do të ore, po ata janë, po le të jenë ata mo, ka deputet e njerëz që iku edhe këta, ikin ande me njëme. Ore, e diram si luten, të kushte ty të luta ju e zdonje, po ky jam unë o vlla. Për shpirtën e nësë, ky jam unë, ata që më njojnë e din, ky jam unë, po ashtu nuk do isha akoma me plakaqe dhe me kështu, ky jam unë o vlla. Nuk se jam, kuptono, nuk se jam edhe do me thënë, që të jem me këta, edhe me këta timet, unë shu kam qenë, mos filloj unë, që në 2005, as në punë, as kuptono, ju thash 2-3 vetave do të futim, i vajt ati, e kam thënë unë, Arben Belbës, që drejtor arsimi, i thash, ore, jam drejtor shkolla, të futem në një punë, të shpi edhe unë një rogë në shpi, i thash, si familjar që jam. Ikë më tha mua, filmos në Gjegji Papa. E pasaj unë, këton se unë nuk lutem, po unë s'po të kërkoj ty, tendera, një dhenë qeni, ham, të vete në shkollë, ham, me që s'kam shkollë, të vete në roje. Edhe një miku tim, që mos e këtë membri, u bë drejtor, në Pujore, i thash, po, tha pa me ratë, do të futu. Fillovi atëre, iku 1 muaj, 2 muaj, e gjeta një në rrugë, i thash, pa e më vla, pa e për tha se ju s'kini dhe shkollë dhe këshu, po mi më thash mund s'po të kërkoj zyrtare, vetë më roje zjari, tha, ka tha po 6 muaj është, po roje zjari, thash nuk ka ndojnë gjë, roje zjari, 6 muaj, as një gjë, as roje zjari, as gjë nuk më beri, që nësi ka, dhe më thesh një shok, ore, po ti qes mërzitesh me këta, po që më duen këta mua, po unë jam djath i lindur, ore, i djath të lindesh, unë jam i lindur i djath, që të thot jam një bëbeu, jam i djath i lindur, o vlla, nuk s'ka mundësi, nuk është puna të ti si komunistët, po jo më vlla, jam i lindur i djath. Pastaj, se ka të djath në Shqipëri, shtrojt pyetja tjetër, se ka të djathë, tamam të djathë, e shpytje tjetër. Se duhet ishtë të këto, prandaj e kam thënë gjithmonë që partitë kanë bërë që të vënë njëzit nga mbrapa, janë bërë ndërmarrje, të lutën për punë, për gjëra. Po unë jam tip që s'bëm dot kështu, që të s'bëm dot, domethënë, të lëpi të bëj. Unë të them njërë, të them edhe t'japim mundësi të dytë, pas e ur kokën e iki, amutin tim. Por, kjo telefonat e Ramës, nuk e di. Telefonat e Ramës dhe si Rama më fliste, si kur më kishte shok mo. Jo se kur kish për balë Ilir Venozin, që e ka sharë me libër shpije 12 vit, po që kur kish për balë një shok mo. Më ka abitur për Zotin e madhë.
me ka habitur. Ta pim një kafe, tha, për ju që juni tani, ta pim një kafe, tha, në privat. Si mund, nuk e di, nuk e di. Nuk e di, po, ky jam unë, vlla. Ky jam unë dhe ky do e mdesa e di që do t'ave kokën në jastek, po do t'ave gjithmonë të rritën, s'kam bërë kur, si kam bërë kur njeri u keq. Edhe jam i ullë kokën në jastek, s'ka që, atë që kam, aman jam i qetë, as si bë njeri u me qaf, as bëj lege leqe, byshi leqe, nuk i bëj, kam. Po e refuzova, re, qa i thethët. Juri tani, kështu që, qari the, tani për ju që ju tani, edhe njëre, për ju tani e për tërmishtë që, sot në mëngjes më telefonovi Rama, shkurt fare, edhe më tha, i lirë, kam dëshirë të pi një kafe me ty, privatisht, pa kamera, pa gjë. Unë refuzova, pas e di Ramës më mori Gjesh Luca, e kjo është, paka shumë, kjo është, po tani, o kulak mos u përkull, janë ora që duan të vend, po e di, o bire di, jo, dëgjo, Mariglen, kjo është një shenjë mirë, që ata kanë frikë në Korçë dhe jo vetëm. Derisa i ra dritares të Vrenozit, se u kujtua pas 12 vitësh, t'i binte dritares të Vrenozit, kjo tregon që ata kanë frikë nga humbja, ose kanë frikë nga sondazhet që bin vetë, kanë frikë. Dhe kjo është ajo që mendoj unë që ata që ai u afrua dhe si që është, do me thënë, u afrua në Korçë, tha sot jemi në Korçë, kush është personazh Vrenozi? Taftoj Vrenozin, bete një foto me Vrenozin, tak, edhe theshte një kafe me Vrenozin e math në Korçë, ku të mbytë shahun pasaj? Jo, vlla, po unë jam me sejtër, vlla. Unë jam me sejtër. Po mos kisha sejtër dhe karakter, nuk do isha këshu, me dyrt e Enver Hoxhës dhe me plakaqet e Enver Hoxhës. Shumë shok më thonë, ore, po këta, po që si ka bre, kush këta? Unë s'dua zenga, qa këta dhe këta dhe këto. Ore, unë jam antikomunist, jam një beu, kupton tja. Ta shi unë si mund të bëj Vrenozi, si mund të vras veten unë? I bie të vrasësh veten. Unë nuk e be, e kanë bërë njerëz me kollaro, me kostum, e kanë bërë njerëz që kanë grenë në qeverinë e Berisës, dhe kanë ikur ande, kanë ngrenë miliona. S'ka gjë, Vrenozi, a fasullet e ti, a tëranin e ti, edhe është i pastër, dhe është i ndëgjeshëm, edhe ve kokën i astek, e si ka bërë njeriu, as byshi dhe ka asgjë. Ky jam unë. Ky jam unë,